Fletëthirrja për Belinda Balluku nga prokurorët e SPAK përcakton se zëvendës kryeministrja duhet të paraqitet ditën e hënë për të marrë në pyetje në lidhje me një çështje ku dyshohet se është drejt për drejt e përfshirë. Thirrja e prokurorisë speciale është dërguar me postë në zyrat e Ministrisë së Infrastrukturës dhe në përmbajtjen e saj, të firmosur nga prokurori Dritan Prençi, theksohet se numri 2 i qeverisë duhet të jetë shoqëruar me një avokat të mbrojtës. Kjo nuk është hera e parë që Belinda Balluku paraqitet në SPAK. Ajo është thirrur më parë edhe për çështjen e inceneratorit të Tiranës, por në atë rast vetëm si person në dieni të ngjarjes, në rolin e dëshmitares që sqaroi disa elementë të dosjes. Këtë herë motivi i thirrjes është krejt tjetër. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku ka udhëtuar drejt Zvicrës ditën e djeshme ku takoi ministrin federal për transportin, energjinë dhe mjedisin. Përmes një video mesazhi të publikuar në rrjetet sociale, Balluku shfaqi ambicjet për një bashkëpunim të ngushtë sa i takon zhvillimit të transportit hekurudhor në Shqipëri. Si komenton rastet e fundit lidhur me zonin Balluku, sepse në gjitha mediat sot e kam lexuar që ka një thirrje për bisedë apo ku diun ç'është. Nuk kam asnjë koment për asnjë rast, sepse siç e kam thënë, ne kemi punën tonë, drejtësia ka punën vet, edhe deri kur çështjet të caktuara marrin formën e tyre të prerë, të gjithë njerëzit janë të pafajshëm dhe janë të padënueshëm nga gjykata popullore e politikës dhe e mediave që i shërbejnë politikës. Ndërkohë, kryeministri Rama ndodhet në Berlin, ndërsa u pyet nga Deutsche Welle për këtë rast, kreu i qeverisë edhe njëherë si gjithmonë përsëriti qëndrimin e tij të prerë, se drejtësia ka punën e vet, ndërsa nuk pranoi të komentojë rastin. Mirë do ishte që të trenit ta merrnin në Tiranë. Shumë mirë do ishte që të bënim rrugtimin me tren nga Zvicra në Shqipëri dhe do ta bëjmë në të ardhmen përmes korridoreve hekurudhore europiane, ku Shqipëria do të bëhet pjesë, ashtu siç po bëhet dhe me autostradat. Por sot jemi në një udhtim me skuadrën e Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe atë të hekurudhës shqiptare për të bërë një takim bilateral me Ministrin Federal për Transportin, Energjinë dhe Mjedisin këtu në Zvicër. Po bëjmë një udhtim nga Zyriu në Bern, duke provuar kështu edhe efikasitetin, eficiencën që hekurudha ka. Dhe duke bërë plane për një bashkëpunim të ngushtë edhe me hekurudhën zviceriane në të ardhmen, për sa i përket zhvillimit të transportit hekurudhor, duke nisur me projektin e parë atë nga Tirana në Durrës.